Ti zoti i shtëpisë të s'din qa. Kanë loga din qofë se nuk kanë lajmëruar zotin e shtëpisë. Tash kësa i thojnë te nusja hanë pinë të vëndri gja nuk din. Po kjo edhe një traftimër. Po pra një atërë po një dhënë që është traftim me fejes bashkë. Edhe unë mërë një atërë jam të i linë. Dhe me thënë ti e dakord, e? Unë jam dakord, po ti? Dakord. Po e atje mëre! Mirë pra, Qendërsinore Arka Sa të në shtëpi? sken komedinë shqiptare Çifti i lumtur, që flet për lytërinë që duhen, por që hasin vështirësi për të ruajtur lidhje nga familjarët e tyre për shkak të besimeve të ndryshme fetare. Komedia është bazuar nga filme të njëjtin emër, por i përshtatur me kohën moderne, theksojnë regjisorët. Sa përmendet ky titull, mund të thojmë njerëzit në Shkodër, por jo vetëm Shkodër, shkon direkt mendja se kush është, pra njihet. Edhe kjo ishte një në sfidat e mia më të mëdha, për sa i përket anës regjizoriale, sepse ne sigurisht kohët kanë kalu, kohët kanë ndryshu, edhe duhet speksionimi jam ishte mos sjell në kohë gjaja, shfaqja. Pra ju thash kohët kanë rru, por si duket mentaliteti e asaj që flet komedia në të vërtet nuk ka ndryshuar, dhe prandaj duket edhe një pjesë goxha kontemporane. Edhe sigurisht me nxjerrën pa problematikën e madhe që ka kjo tema të bashkëtesës familjare, të bashkëtesës fetare që ne shumë mirë në Shkodër e njohim. Jena mënu edhe në kuadër të mesazhit që sjell shfaqja, me sjell diçka që ma përpara publiku është njoft, por sjellun kohët e sotme edhe me një energji tjetër edhe nga aktorë të rinj edhe profesionistë teatrit Migjeni. Kena punu rreth më shumë se një muaj për këtë shfaqje edhe se kushtet nuk ishin të favorshme sepse shumë nxehtë. Në fund të shfaqjes, aktorët shprehen të lumtur pasi publiku i priti mjaft mirë. Shkoj mirë, jam i lumtur. Jena të kënaqur, besoj edhe ju jeni kënaqur e pa. Spektatorëve t'ju kena sjell një emocion tjetër, pavarësisht se Çifti i lumtur ishte i modernizuar, normal e vutëre edhe nga kostumografia. Me thënë drejtën është një ner i madh në radhë të parë për me vesh sa do pak hijen e kostumit të Bep Shiroks. Do thënë të pas për arsye se kush është Bepi. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit të forcimit dialogut dhe harmonisë ndërfetare në Shkodër dhe financohet nga Ambasada e Hollandës në Tiranë. Që me mbështetjen jo financiare, por me mbështetjen institucionale të drejtorisë arsimore dhe pastaj të Bashkisë Shkodër, të mund ta sjellë për institucione arsimore, pra për shkollat e mesme të qytetit të Shkodrës, ishte diçka shumë e këndshme, dhe pastaj duhet ta përcjellmë në qytete të tjera. Pra në plan në projekt jemi të shkojmë në projekte të tjera këtë perl teatrale që këto artistat tonë sot vunë në skenë.